Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Në fokus të analizë sot do t'jetë vizita e presidentit francez Emmanuel Macron në Kinë nga 3 deri në 5 dhjetor, rëndësia e kësaj vizite dhe ndikimi i pritshëm i saj në situatën aktuale ndërkombëtare. I ftuari im sot është Ilir Aliaj, ekspert i çështjeve europiane. Ilir, faleminderit që do t'jemi sot në bashkëbisedim. Faleminderit ju, kënaqësi. Si që thash, është zhvilluar vizita e presidentit francez Emmanuel Macron nga 3 deri në 5 dhjetor me 2 stacione në Pekin edhe në Chengdu. E 4ta vizitë kjo e kreut të shtetit të Francës dhe sigurisht që kemi të bëjmë me mundësi të reja të bashkëpunimit midis dy vendeve, të cilat kanë 60 vjet marrëdhënieve diplomatike mes tyre, por e rëndësishme shihet kjo vizitë edhe për shkak se Franca është një nga vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian dhe tashmë Kina ka 50 vjet marrëdhënie me Bashkimin Evropian. Në tërësi, si e vlerësoni këtë vizitë? Kjo është një vizitë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur për të dy palët në fakt. Arsyeja pse duhet thënë kjo është sepse ne shohim që mbas një tensionimi të marrëdhënieve tregtare botërore, nuk po them, është shumë e rëndësishme që të ketë një takim të tillë dhe kryesisht fokusi dhe po të shikosh edhe delegacionin që ka marrë presidenti Macron me vete në Pekin, pra në Kinë, gjatë kësaj vizite janë biznes, kryesisht biznes i madh, por nuk ka lënë pa marrë me vete edhe biznesin e mesëm francez, pra një biznes nofta dhe familjar mund ta quajmë, por që tregton madhra luksi dhe që në Kinë është një treg shumë i madh, ne e dim. Por kjo vizitë përveç pjesës tregtare ka edhe një pjesë tjetër të rëndësishme që duhet thënë. Franca, Bashkimi Evropian, pra, në këtë rast presidenti francez, shkon në Pekin, në Kinë, për të takuar presidentin Xi, edhe për faktin për të bërë atë që me ka kohë në fakt që flitet, që Kina duhet të jetë ndërmjetësi mes në konfliktin Rusi-Ukrainë. Kina ka qenë e tërhequr, pavarësisht se gjithmonë ka lëshuar mesazhe paqe, por ka qenë e tërhequr dhe sigurisht ka mbajtur te krahun e saj për interesat e saj. Këto dyja janë aspektet kryesore të vizitës, por duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër që nofta nuk del shumë gjatë komenteve dhe analizave që bëhen për këtë vizitë. Pozicioni i Bashkimit Evropian në lidhje me marrëdhëniet tregtare botërore. Ne e dim që u vendosen 15% taksa për madhret europiane që do shkojnë drejt Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Tashmë një pozicion duhet të kthehet një faqe tjetër, Bashkimi Evropian duhet të kthejë një faqe tjetër drejt një marrëdhënie krejtësisht të ndryshme dhe të re me Kinën në fakt. Nuk duhet kemi një lloj riformatimi të patjetër që po, është shumë e rëndësishme biles, unë do thoja ky riformatim dhe besoj që presidenti francez do e cek dhe këtë çështje në bashkëbisedimin me homologun e tij kinez. Dhe në fakt kemi bashkëbisedimin e tyre, i cili është pasuar me një konferencë për shtyp. Të dy presidentët kanë dalë para gazetarëve dhe është cilësuar se të dy vendet si Kina ashtu dhe Franca duhet të mbështesin multilateralizmin, një dialog i barabartë dhe janë disa pika presidenti kinez Xi ka vënë në dukje një konsensus gjatë bisedës me homologun francez në lidhje me forcimin e besimit të ndërsjellë politik, pavarësisht mjedisit të jashtëm. Nga ana tjetër, të dy vendet duhet të zgjerojnë bashkëpunimin pragmatik dhe të konsolidojnë bashkëpunimin në fusha që në fakt edhe në analizat para vizitës janë përmendur, siç është aviacioni, hapësira ajrore, energjia bërthamore, por edhe në fushat në zhvillim si ekonomia e gjelbër, ekonomia digjitale, biomjekësia dhe inteligjenca artificiale. Po kështu edhe shkëmbimet njerëzore, dihet që Franca dhe Kina kanë një histori të gjatë bashkëpunimi mes tyre dhe
Në fakt, një nga pikat që më ka tërhequr vëmendje është për sa i përket reformimit dhe përmirësimit të qeverisjes globale, që kreu i shtetit i Kinës në fakt e ka shumë për zemër, sepse ai ka deklaruar në shtator të këtij viti edhe iniciativën e qeverisjes globale në 80 vjetorin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, parë që kjo organizat duhet edhe kjo të riformatohet në një farë mënyre për një rend ndërkombëtar për promovim të qeverisjes globale. Dhe në këtë rast kemi këto pika kryesore që janë përmendur gjatë vizitës. Ashtu siç e thatë edhe ju, janë dy vende me peshë të madhe në dy kontinentet, do ta quaja në këtë rast, dhe besoni se do të kemi një startim të ri jo vetëm në bashkëpunimin ekonomik, tregtar, por duke e parë atë dhe në sfondin politik. Është shumë e rëndësishme që dy presidentet kanë rënë dakord për rritjen e besimit mes palëve, si dhe për atë që ju e cilësuat si qeverisja globale, për cilën presidenti kinez në shtator në takimin e BRICS-it dha dhe iniciativen e tij. Pse është e rëndësishme? Duhet ta themi që mbas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurtin e 2022-shit, besimi reciprok mes palëve për mos shkeljen e marrëdhënieve ndërkombëtare, pra ligjit ndërkombëtar, ra shumë. Dhe kjo është e rëndësishme kur vjen nga dy zëra që janë zëra shumë të fuqishëm, pra që duhet ta ringrejmë edhe një herë besimin që janë zëra shumë të fuqishëm, siç është Pekini dhe Parisi. Janë pra dy skaje të botës, por dy skaje të botës shumë të rëndësishme. Duhet kemi parasysh këtu për t'ju kthyer përsëri bisedës, pyetjes tuaj është edhe një çështje shumë e rëndësishme. Ju përmendet që një nga pikat kryesore është aviacioni. Në delegacionin francez janë edhe personalitete shumë të rëndësishme të kompanisë Airbus, që është kompani europiane, në fakt nuk është franceze, por janë aty dhe këto shkojnë në Kinë jo për një vizitë turistike. Këto shkojnë në Kinë për bashkëbisedime dhe bashkëpunime të ndryshme. Është shumë e rëndësishme që të theksohen këto bashkëpunime, sepse në këto momente, pra krize mos besimi, një bashkëpunim në një sektor kaq të rëndësishëm, është sektor strategjik, do i jepte një peshë shumë të rëndësishme dhe do rikthente një besim mes palëve. Duhet të theksojmë një fakt tjetër. Në këtë takim, presidenti francez kërkon nga Kina që të shtoj investimet kineze në Bashkimin Evropian, pra në Francë dhe në Bashkimin Evropian. Pse? Bashkimi Evropian është një hapësirë me rreth 450 milion banor, gjithë Europa ka 700 milion banor, me 450 milion banor dhe një hapësirë ku është një hapësirë luksi, mund ta themi. Pra investimet kineze janë objektive dhe kanë arsye pse të vinë në këtë hapësirë, dhe presidenti francez ka vendosur edhe theksin tek këto investime, por njëkohësisht edhe tek mundësia për t'i krijuar një akses në tregun kinez gjithë produkteve franceze dhe europiane. Dhe ndërkohë ishte edhe një moment tjetër në daljen e tyre para gazetarëve, pikërisht edhe situata globale, mosmarrveshjet politike, konfliktet ndërkombëtare në fronte të shumë fishta dhe komplekse për t'u zgjidhur, dhe sigurisht që për fat të keq edhe tani që flasim, kemi këto konflikte dhe nga ana tjetër ata kanë biseduar pra për situatën e Ukrainës, por edhe në Gaza, kështu lidhur me Ukrainën, presidenti Xi Jinping ka thënë se Kina mbështet të gjitha përpjekjet për paqe, shpreson që palët të arrijnë një marrëveshje paqe të qëndrueshme, detyruese, të pranueshme mes dialogut, dhe pala kineze do të luajë një rol konstruktiv në zgjidhjen politike të krizës, por kundërshton me vendoshmëri çdo veprim të papërgjegjshëm për t'ia hedhur fajin Kinës ose për të njollosur Kinën.
Dhe të dy vendet, edhe Kina dhe Franca në këtë rast duhet që të punojnë së bashku për një zgjidhje gjithëpërfshirëse. Kurse për sa i përket krizës në Gazë, sigurisht të krizës humanitare, presidenti francez ka thënë se Kina ofron $100 milion ndihmë për Palestinën për të zbutur krizën humanitare dhe për të mbështetur rindërtimin e Gazës. Dhe ajo që ka nënvizuar më së shumti është hapja e Kinës ndaj botës dhe sigurisht që me fjalët që dera e Kinës do të jetë e hapur për botën. Por nga ana tjetër, ne e dim që presidenti Macron është në fakt një mbështetës kryesor i autonomisë strategjike europiane dhe ju e përmendët që nga ana ekonomike, nga ana tregtare, sigurisht që kanë qenë partner shumë të rëndësishëm dhe marrëdhëniet jo vetëm Francë-Kinë, por edhe BE-Kinë janë partneritetet më të rëndësishme të shekullit të 21. Lidhur me situatën ndërkombëtare dhe pikërisht me këto dy le të themi vatra të zjarri që nuk po shuhen, mendoni që do të ndikojë në mënyrë konkrete ky takim? Është një lajm i mirë, lajmi që Kina do jap $100 milion për krizën humanitare në Gaza. Në fakt, duhet përfshirje pak më e madhe e Kinës në këtë konflikt, në këtë krizë që është në lindjen e mesme, por kjo që sapo tham është lajm shumë i mirë. Unë besoj që ka hapësirë shumë për Kinën që të jetë pjesë edhe e këtij konflikti, kësaj krize mes dy palëve, pra mes palestinezëve dhe izraelitëve. Duhet të ritheksojmë një fakt që është shumë i rëndësishëm. Ky qëndrim që presidenti kinez ka mbajtur sot për lidhje me krizën në Ukrainë është një qëndrim që ditën e parë, pra nuk ka ndryshuar as pak. Në fakt, vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kërkojnë nofta një angazhim edhe më të madh të Kinës, për faktin sepse ne dim që marrëdhëniet mes dy presidentëve kinez dhe rus janë shumë të afërta dhe siç e kanë deklaruar dy diplomaci dhe dy politika, siç e kanë deklaruar vitin që shkoi në 2024-ën, marrëdhëniet mes dy vendeve janë të pa limit, nuk kanë limit. Pra duhet një ndërhyrje ose një përfshirje, jo ndërhyrje, një përfshirje më e madhe, besoj unë tek rasti i Ukrainës dhe pse jo edhe tek rastet e tjera, sepse nuk kemi vetëm konfliktin në Gaza apo në Ukrainë, kemi edhe konfliktet e tjera që janë konflikte nofta për momentin jo konflikte të armatosura, por që janë të gatshme për të ndezur. Dhe unë besoj që duhet pra një rol më i madh. Pesha e Kinës në marrëdhëniet ndërkombëtare është një peshë e madhe, nuk është një vend që nuk ka peshë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Fjala e saj nuk është se nuk ka peshë, por unë besoj që duhet një angazhim edhe më i madh i tyre në gjitha këto krizat globale. Mendoni që duke qenë edhe në fund të vitit 2025, sigurisht të gjithë shpresojmë që 2026 të jetë një vit i zgjidhjes së konflikteve dhe sigurisht një begatie dhe një mirëqenie më të mirë për të gjithë, por kjo është një vizitë në këtë kalendar politik dhe diplomatik. Megjithëse gjithë media ndërkombëtare kanë thënë që është përtej diplomacisë kjo lloj vizite dhe është në kohën e duhur, ndoshta me të gjitha ato që konfigurimet e deritanishme, mendoni që do të ndikojë për një startim në 2026 për një ndërlidhje dhe një gjithëpërfshirje më të madhe të vendeve për zgjidhjen e këtyre çështjeve akute? Unë besoj që ky është një kontribut i mirë për gjitha problematikat globale, duke filluar nga konfliktet tek problematikat e tregtare, pra marrëdhëniet tregtare mes palëve, por që rrisin tensionet globale. Kjo është e dukshme, por duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër, që viti 2026 në Francë do jetë një vit pak i tensionuar, për arsye të problematikave të brendshme që ka Franca,
në 2027, në pranverën e 2027 në Francë do jenë zgjedhjet për president. Simas sondazheve deri tanishme, Rassemblement, që është partia e ekstremit të djathtë e Jonathan Bardella, do jetë fituese, por le të presim, mos bëjmë parashikime që nofta mund të ndryshojnë, dhe unë besoj që Franca do jetë e angazhuar në këto gjëra dhe presidenti francez do jetë i angazhuar në këto gjëra, por nuk duhet të harrojmë edhe faktin që Franca ka një zë shumë të fuqishëm brenda Bashkimit Evropian. Dhe duke ju kthyer asaj që ju thatë më përpara që autonomia e Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian nuk mund të kaloj në autonomi strategjike në qoftë se nuk merr përsipër edhe shumë angazhime të tjera që duhet i marrë përsipër. Dhe këtu është jo vetëm Franca, por kemi Gjermaninë, Italinë, Spanjën, Polonin, pra që janë një grup vendesh që duhet të bashkëndojnë dhe të jenë më të zëshme në gjithë politikat globale. Ilir, unë ju falenderoj për gjitha opinionet që ndatë në tryezën e analizë. Faleminderit. Faleminderit që gjithmonë kënaqësi. Të dashur miq, sot në analizë ishte i ftuar eksperti çështjeve europiane Ilir Aliaj dhe së bashku diskutuam për vizitën e presidentit francez Emmanuel Macron në Kinë nga 3 deri në 5 dhjetor, për deklaratat e dhëna midis presidentit francez dhe atij kinez, por në të njëjtën kohë edhe për ndikimet e pritshme të kësaj vizite në situatën ndërkombëtare. Ju falenderoj që qëndruat me analizë, miru takofshim.